Vuani nga dhimbja e kockave. Urgjent hiqni dorë nga këto ushqime. Ushqyerja e shëndetshme është thelbësore për shëndetin në përgjithësi dhe për atë të kockave në veçanti. Pothuajse përkujdesja ndaj ushqyerjes mund të paksojë gjasat e lëndimeve fizike, frakturave dhe dobësimit të tendinave. Ekspertët Healthline kanë renditur listën e ushqimeve më të shëndetshme për kockat dhe ushqimet të cilat duhet t'i evitoni nga dieta juaj. Nëse vuani nga problemet e kockave, duhet t'i jeni dorë shtrënguar me ushqimet me përmbajtje të lartë të natriumit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Sa më shumë kripë të hani, aq më shumë kalcium humbisni. Dihet se kripa shkakton sekretim të tepërt të kalciumit përmes veshkave. Një studim zbuloi se burrat që kishin zakon të hanin ushqime të kripura ishin më të prirur ndaj osteoporozës, një gjendje që shkakton hollimin e kockave. Nëse keni kushte të tjera si presioni i lartë i gjakut, mund t'ju duhet të kufizoni më tej kripën. Ushqimet me sheqer të shtuar gjithashtu mund të jenë të dëmshme në situatën tuaj praktike. Është e rëndësishme t'i kujtoni vetes të mos e teproni me sasinë e sheqerit. Dëmi që kockat mund të shkaktojnë për njerëzit që konsumojnë më shumë sheqer të shtuar dhe nuk marrin mjaftueshëm ushqime të pasur me lëndë ushqyese që nevojiten. Për një dietë optimale për osteoporozën, konsumoni kumbolla të thata, borovnica të kuqe dhe fruta të tjera të pasura me antioksidantë të cilat janë në lëndë ushqyese të shëndetshme që mbështesin shëndetin e kockave. Pijet e gazuara gjithashtu janë shumë të dëmshme për shëndetin tuaj. Nëse pini pije të gazuara, kjo mund të ndikojë negativisht në shëndetin e kockave tuaja. Pijet, të cilat përmbajnë shumë element të shtuar, siç janë edhe ato të sheqernave, mund të rrisin në riskun për fraktura. Kafeina në sasi të tepërt është e dëmshme për nyjet tuaja. Mendojeni 2 herë përpara se të çmendeni pas konsumit të tepërt të kafes. Një studim zbuloi se konsumi i kafes kontribon në densitetin e ulët të kockave të gratë pas menopauzës. Kafeina largon kalciumin nga kockat duke dobësuar forcën e tyre, dhe kur kombinohet me ushqime me sheqer, kafeina mund të ketë efekte më të mëdha në shëndetin e kockave të grave pas menopauzës. Pra, për të përpjekur të keni një dietë për të parandaluar osteoporozën, pini kafe dhe çajra pa kafeinë për të kufizuar konsumin e ushqimeve me sheqer, veçanërisht ato me përmbajtje të kafeinës dhe çokoladës. Alkooli është i dëmshëm për kockat. Konsumi i sasive të larta të alkoolit kontribon në masë të ulët të kockave. Ulje të formimit të kockave, rritje të incidencës së frakturave dhe shërim të vonuar të frakturave. Ushqimet gjithashtu të cilat mund të përmbajnë edhe sasi të tepërt të yndyrnës janë të dëmshme për shëndetin e nyjeve. Prandaj, për të pasur kocka më të forta, më të shëndetshme, duhet të përzgjidhni një menu më të pasur me produkte natyrale. Të evitoni nga dieta juaj ushqime të cilat përmbajnë edhe pjesë të shtuar të yndyrës, kripit ose sheqerit të shtuar, pasi mund të ndikojnë edhe në përkeqësimin e nyjeve dhe rritjen e frakturave të ndryshme. Ekspertët shtojnë se ushqimet të cilat janë të pasur me hekur mund të jenë një përzgjedhje e mirë. Hekuri është i rëndësishëm për organizmin edhe ka rëndësi koha kur e merrni atë. Nëse doni të shtoni hekurin në dietën tuaj, sigurohuni ta merrni edhe përmes produkteve sa më natyrale, në mënyrë që të evitoni dhimbjet e kockave dhe të mos krijoni komplikacione të tyre. Pijet e gazuara janë të dëmshme për shëndetin tuaj të kockave. Ndaj sigurohuni që të zgjidhni produktet e duhura natyrale për të mbrojtur shëndetin e nyjeve dhe për të parandaluar komplikacionet e tyre. Fasulet gjithashtu, nëse janë të paketuara të ambalazhuara, nuk mund të shtohen në dietën tuaj sepse do të përmbajnë nivele të larta të natriumit, një produkt i cili do të nxjisë gjithashtu edhe rritjen e frakturave në nyje dhe gjithashtu edhe probleme të ndryshme të shëndetit. Ndaj tregohuni të kujdesshëm me ushqimet e kripura. Kafeina është e dëmshme për shëndetin e nyjeve nëse e teproni me sasinë e saj gjatë ditës, pasi do të nxjisë humbjen e mineraleve përmes ushqyerjes dhe do të shkaktojë gjithashtu një drobitje të madhe të trupit. Sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur për shëndetin tuaj, duke kombinuar produkte sa më natyrale dhe duke evituar nga dieta produkte me sasi të tepërt të kripës, yndyrnave dhe sasive të sheqerit. Vetëm në këtë mënyrë do të ndihmoni shëndetin e nyjeve të jetë më i fortë, më i mbrojtur dhe të ketë gjithashtu më pak komplikacione.
Dy lëndë janë të rëndësishme për forcimin e kockave. Ato janë për shembull kalciumi dhe vitamina D. Kalciumi forcon strukturën e kockave dhe të dhëmbëve, ndërsa vitamina D përmirëson absorbimin e kalciumit dhe gjithashtu rritjen e kockave. Këto lëndë ushqyese mjaft të rëndësishme për organizmin do t'japin edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe inflamacionet e tij. Persona nën 50 vjeç duhet të marrin 1000 mg kalcium dhe 200 njësi të vitaminës D në ditë, ndërsa ata mbi moshën 50 vjeçare duhet të marrin 1200 mg kalcium dhe 400 deri në 600 njësi të vitaminës D. Këto janë produktet më të mira ushqyese për t'i shtuar në dietën tuaj, sidomos nëse doni të keni kocka më të forta dhe më të shëndetshme. Kosi. Shumë njerëz marrin vitaminën D përmes kosit dhe ekspozimit në diell. Megjithatë, disa ushqime të caktuara, siç është për shembull edhe kosi, mund të jenë të pasura me vitamina të rëndësishme për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët tregojnë se, duke u kujdesur më mirë për shëndetin tuaj të kockave, do ta keni më të lehtë të mbroni edhe shëndetin e tyre me kalimin e viteve. Sigurohuni të përzgjidhni në dietën tuaj qumshtin. Qumshti është një tjetër produkt i cili mund të ndikojë në shëndetin e nyjeve. Ka një arsye parësore pse qumshti duhet të konsumohet që në vegjëli. Kjo lëndë ushqyese është shumë e rëndësishme për rritjen dhe forcimin e nyjeve, sidomos që nga të vegjëlit deri te të rriturit. Ekspertët tregojnë se përzgjedhja e produkteve tuaja ushqyese do të ndikojë gjithashtu edhe në përkeçimin e shëndetit dhe mbrojtjen e tyre. Djathi, një produkt i qumshtit i cili mund të jetë i pasur me nivele të mira të kalciumit, është edhe djathi. Vetëm 40 gram djath të shtuar çdo ditë do të ofrojë rreth 30% të sasive të rekomanduara ditore të kalciumit për t'i shtuar vazhdimisht në dietën tuaj ditore. Sardelet. Këto peshq të vegjël kanë nivele shumë të mira të vitaminës D, ashtu edhe nivele të mira të kalciumit, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe në një balancim më të mirë të shëndetit tuaj. Ekspertët shtojnë se edhe vezët janë të mira për shëndetin, edhe pse vezët përmbajnë 6% të sasive të rekomanduara ditore të çdo vitamine, ato janë në një përzgjedhje shumë e mirë për të marrë gjithashtu edhe lehtësimin e nyjeve dhe për të parandaluar komplikacionet e tyre. Të shtoni salmoni në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv për shëndetin e nyjeve edhe lehtësimin e komplikacioneve. Salmoni njihet për përmbajtjen e lartë të acideve yndyrore omega-3, lëndë ushqyese këto shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja shëndetësore, duke siguruar 100% të sasive të rekomanduara ditore për vitaminën D. Prandaj konsumoni sa më shumë salmon për të pasur kocka të forta dhe më të shëndetshme në mënyrë të rregullt. Spinaçi. Nëse nuk ju pëlqen bulmeti, spinaçi mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë për të marrë niveli i duhur i kalciumit në përditshmërinë e dietave tuaja. Spinaçi mund të jetë zgjedhje mjaft e mirë për të marrë kalcium. Një kup me spinaq të gatuar do të përmbajë pothuajse 25% të sasive ditore të kalciumit të rekomanduara çdo ditë, plus fibër, hekur dhe vitaminën A. Peshku ton gjithashtu është shumë i rëndësishëm që mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj dhe të mbajë larg edhe komplikacionet që ju kanosen, duke dhënë kështu rezultate konkrete pozitive edhe në shëndetin tuaj të nyjeve dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Toni është një peshk i yndyrshëm dhe gjithashtu një burim i mirë i vitaminës D. 85 gram peshk ton do të ofrojë 154 njësi të vitaminës D, ose rreth 39% të dozës rekomanduar ditore të kësaj vitamine, duke ndikuar pozitivisht në shëndetin e nyjeve dhe duke sjellë gjithashtu edhe rezultatet e duhura ushqyese për shëndetin tuaj. Sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur të ushqyesve, sidomos për të mbajtur shëndetin e nyjeve më të fortë dhe për të parandaluar edhe komplikacionet e tyre. Gjithashtu në dietën tuaj mund të shtoni edhe specat. Një spec i verdh përmban 348 mg vitaminë C. Vitamina C stimulon prodhimin e qelizave që formojnë kockat dhe mbrojnë qelizat e kockave nga dëmtimi, citon Stevens. Vezët janë në një përzgjedhje mirë për sa kohë konsumohen me kujdes. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë në përqëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.